edhe lëshovi digën njerës edhe u mbytën të tërë, edhe shtëpitë, dhënë u mbytën aty brenda. Stallat u dëmtuan nga qarë, nga... Sa dhe i mbytën? 37, ndorë, si mbas asaj 37 kokë. Mbytën. Ka që kishit këtu, apo i kishit diku tjetër? Tufën e madhe e kishim atje, po të shtufa këtu ishin mbytur të tëra. Këtu kisha 100 kokë të tëra, 80-90 kokë këtu. Se të saktë nuk e di se pjellin, silë këtu edhe ato, sa për të pjellin, mbanja këtu në kjo stalla këtu. Edhe në orën 4 të mëngjesit, 4:30 mund që ishte, lëshovi digën lartë ai, edhe kur, se deri me 3:30 isha zgjuar. Shikonja lumi kishte, po jo shumë pak. Kur erdhi dalje me njerëz me pasaj, mua më kishte zënë gjumi. Kur dëgjova një zë që lartë ande, po thërishte ajo se kishte parë ishte zgjuar. Se kishte edhe lopët atje brenda ai. Rreth cilës orë? 4:30 ka qenë ora. Kur ashtu. Dhe për 1 ore i kuj. Ka që ajo. Galga dhe i kuj. Edhe u futa unë brenda pasaj që të ashtu bakësite. Shikoj atje, po prapa kishte atje, po që u futa këtu, kalova që hyra brenda. Hapa pasaj atje, që hyra atje. Shtë shikonja, ajo merin talge ujtë, i kishë nxjerë ato, i kishë marë, ca poshtë, ca i kishë të mbytur akte, ca. Nuk i gjetët të gjitha? Nuk i gjetëm të gjitha, jo të gjitha. Jo të gjitha. Pas si mbas asaj që ashtu, 37 kokë ishin të mbytur. Ju patët për mbytje edhe në shtëpi? Edhe në shtëpi, kati parë, po. Të ruj yri brenda. Ja këtu si që shikonin e dera aty, yri deri. Edhe që ma tanë. I gjithë fshati u përmbyt? Që ishin këtu, ky pellgu këtu i tëri, edhe ato shtëpit ande, edhe aty, edhe më tutje. Sa e vështirë është për ju kjo situatë? Ju vetëm me këtë ekonomi mbaheni? Po, me blegtori? Me blegtori. Kemi pasur që gjyshin e këtë. Se kam qenë edhe në Greqi dhe ashtu dhe pastaj u kthyem që ashtu me këtë punë. Sa vite keni që merreni me këtë? Sa u prish demokracia, duke shtuar. Sot sa kokë keni? Tash se disa kanë, po 370 janë me regjistër. Sa e vështirë është për ju kjo situatë? Shumë e vështirë çfarë. Ja. Kjo është me mund, se punë ashtu si do kudo. Me këtë mbani familje? Po. Me këtë punë. Sa vite kishit që s'ishit përballur ndonjëherë me një situatë të tillë, sa i përket përmbytjeve? Po 2 vjet. Kemi që ashtu me këtë punë. Që kur bëri centralin lartë, këtë do kemi ne tash, nuk kemi ashtu tjetër, se e mbledhin sa e mbledhin e lëshojnë. Se shira ka rënë edhe një javë shi edhe nuk kemi pasur këtë. Vinte ujë gradualisht, binte gradualisht. Më dhe shtoshë, që dhe nuk ka qenë kjo agjinaturë këtu që... është ashtu, është zjeruar, është ashtu dhe nuk kemi pasur kur. Vinte ujë, pa ja vinte dera tje, qitë në ura, qitë mande. Dhe sot ashtu vjen shumë. Ju i drejtoni një apel sot shtetit? Po të në ndihmoj, pasurin e shtetit dorën e tash dorën në zemër, se dhe, ja. Shikoj që bëhet brenda, shikoj që është bëhet. Duhet në ndihmoj, shtetit duhet të verë dorë. Se si përballojmë dot ne tash, çfarë të bëjmë ne, si ta përballojmë të këtë dëmë dhe të këtë ashtu. Ju me të gjitha dëmet materiale po merreni vetë, po e rinterpretoni? Po, vetë. Sisteme paketadu, lumyha, a jepin biçatita, vati den me...
Po s'ke parë poshtë nga lumi të bella. Da, ti pa me do pas po e do. Ku e ti bujar jo? Iko bujar ti mi bujar gjallë, këte. Në aram të të të. Nga mitë. Muito bom! É mais cifra. Olha isso. Deixa eu Muito bom! E ali, ele guardou. Quanto era até o aqui? Também está aqui. O moço na unha, a tera. Ja da je te u laku, flake tera. Opa! Të stallë po për 25 vjetë që e kam bërë. 25 vjetë.